4 tragjedi të ndryshme, 5 jetë të humbura. Kosova përballet me ngjarje fatale. Kosova u trondit dje nga një seri ngjarjesh tragjike ku 5 persona humbën jetën brenda 24 orëve. Dita e martë filloi me një aksident të rënd në Bresje të Fushë Kosovës, ku humbi jetën 67 vjeçari Ekrem Gashi pas goditjes nga një kamion të cilin po e drejtonte Rahim Rama. Rreth orës 5 të mëngjesit, viktima u godit për vdekje nga automjeti në afërsi të semaforëve. Pak orë më vonë, një tragjedi tjetër ndodhi në Prizren, ku një zjarr i madh i mori jetën një fëmijë rreth 1 vjeç, ndërsa tronditi thellë familjen. Flakët përfshin shtëpinë ku nëna flente me 4 fëmijët e saj. Ajo arriti të shpëtojë me 3 prej tyre, të moshave 4, 6 dhe 10 vjeç, që janë në gjendje stabile pas mjekimit në spital. Shkaqet e zjarrit akoma nuk dihen, derisa autoritetet lokale janë duke hetuar rrethonat që mund të kenë quar në shpërthimin e flakëve. Një tjetër incident i rënd ndodhi në qytetin e Pejës, ku 2 të rinj, Makfireti Bytyqi e Endrit Lajçi, janë gjetur të pajet në një vilë. Shkaqet e vdekjes për momentin mbeten të panjohura, ndërsa hetimet janë në vazhdim për sqarimin e plotë të rrethonave të këtij rasti. Në Dragash, Rahim Severi është gjetur i pajet në bjeshkët e fshatit Restelic, ndërsa ishte duke ruajtur bagëtin. Trupi i pajeti 70 vjeçarit u gjet nga vëllai i tij rreth orës 16:40 pranë një zjarri ku dyshohet se ai mund të jetë ngrohur përpara se të vdeste. Njësitë policore dhe forenzika janë në vendin e ngjarjes dhe po zhvillojnë hetime për të zbuluar shkaqet e vdekjes.